Megjithatë, kjo protestë tregon edhe një diçka tjetër që unë e thash pak më parë. Kurti, përveç faktorit të brendshëm që e ka të gjithën kundër, pra opozitës, ka kundër edhe qeverin Rama, pra që duket qartësi, edhe dihet qartësi pak a shumë me qëndrimet e veta, dhe ka edhe një pjesë të mirë të faktorit shqiptar në Maqedoni. Dhe kjo duke i shtuar edhe faktorin ndërkombëtar që ne kemi parë që është kundër. Tani, këtu lind një pyetje. Votuesit e Kosovës që votojnë kaq masivisht Kurtin, a janë kaq naiv që gënjehen nga populizmi i Kurtit, apo kanë besim tek ato që ai thotë? Duke parë vuajtjet që ka hequr ai popull dhe aq të rëndësishme sa ai ka pavarësinë, unë mendoj se kanë besim tek qëndrimi i Kurtit. Dhe Kurti ka treguar që nuk është se i ka devijuar atyre qëndrimeve të veta.